Binatës drit ylli, nuk keni për të gjetur tjetër më fam keq, plot lum dhe ligësi, posaçërisht për një si puna ime. Dhe këta djem, nëse po kërkoni për macet më të zgjuara, më të forta dhe më dinake në botë, vazhdoni kërkimin. Por, nëse ju pëlqen ose jo, ata janë skuadra ime, skuadra e Kryemaqokut. Përmbahuni djema, ky është një mision shpëtimi, harruat. Çfarë është gjithë kjo zhurmë këtu? Po kërkoj për gjurmë bakterë, zotri. Dhe me sa shokët te ka shumë të tillë. Shikoje pak të kekun. Nuk besoj se janë fruta të thata. Ky vend është i pushtuar nga shpirtrat, dhe ata pas kanë të shtirë në ushqim. Oh, baktere shpirtra, këto janë nga më të këqijat. Nëse ju nuk largoni në këtë çast, do të njoftoj policinë. I dashur zotri, unë jam inspektori shtetëror i shëndetit, Felix Maqeçmenduri. Unë jam më lart se policia. Prej djathi është i bërë ky distinktiv? Sigurisht që jo. Me gjithë të shkelje është një mrekulli që njerëzit nuk shpërthejnë sa po prekun ushqimin tuaj. Më duhet të jap një gërm vlerësimi dhe një zë ngelse. Çfarë? Jo. Sigurisht do t'i marrë mençuri. Gjërat që ju vrejtë do të rregullohen. Nëse ju do të vononi këtë raport vetëm disa ditë. Do të doja shumë, por duhet të kthehemi në Washington tani, sepse të rish një ditë më shumë në New York është tepër e shtrenjtë. Nëse e kuptoni se ç'dua të them. Kjo është pjesa ku ti më korrupton. Po, sigurisht. O, zoti Maqeçmenduri, me sa duket juve ju kanë rënë këto $5,000, këto 5,020, unë doja që të thoja këto $20,000. Tani po, por bëje një 100.000 më mirë dhe jemi në rregull. Zotri, unë nuk kam dhe aq para. Po atëre, faleminderit për kohën tuaj. Ju kishit një vend shumë të lezetshëm këtu. Jo, këtu ka një keq kuptim. Ju do ta keni, por mund t'ju a jap vetëm Zoti Big. Zoti Big? Zoti Big the, atë? Emri i tij nuk duhet përmendur kur. Por ishit ju zotri që thatë. Në rregull, shkoni tek ai. Ju lutem, zyra e zotit Big është nga kjo anë. Shkallët do t'ju shojnë drejt tek ai. Më falni që po ju bezdi, zotri, por kemi një ndërlikim paksa të vogël. Ju rrej ndërlikimet. A e di që punova ti para te që foli për ndërlikimet? Po është ky inspektori i shëndetësisë. Ai tha se do të na mbyllte nëse nuk i jepnim shumën prej 100.000. Ai nuk është inspektori i shëndetësisë. Mori pa aft. Nga e dini këtë? Sepse o e paguaj inspektorin e shëndetësisë pikërisht tani. Megjithatë, tani që po e mendoj. Do dërgoj dikë që ta ra. Jo, prit. Më duan çunat e mi për të marrë me inspektorët e shtirur. Ty do të duhet të rash veten. Ra veten? Kryemaqok, këta djemt me siguri po korruptohen prej zotit Big.
Ashtu si ne. Tru, miku im. Ta zotrin që ti po shek këtu janë thjesht disa çuna që duan të na heqin qafe neve. Ne nuk duam, ne po paguhemi. Unë dua ta bëj. Ne pagohemi. E po, me që qënë ka kështu. Mbathja një djema! Wow! Më falni. Është me cito, jemi. Më ndishni. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Yeah, it's pretty clear. Çfarë do të bëj me misionin e shpëtimit, krye Maço? Çfarë misioni? Tërheqje strategjike. I di këto anun shumë mirë. Tani më ndishti mua? Kthej drejt liris! Me sa duket ju Macokët jeni futur keq në telashe, dhe askush nuk mund t'ju ndihmoj përveç meje. Shef, të lutem, nuk dua të vdes. Të lutem, jemi pa shpresë. Jo, as pak, por si do qofë mund të na ndihmosh, sepse ne jemi të mirë dhe ju jeni akoma më të mirë. Jo sepse jemi të pa shpresë, sepse nuk jemi. Në rregull, gënjeva, jemi të pa shpresë. Na ndihmo. Përse duhet të rrezikoj veten për ju? Dikur isha dhe unë si ky tipi. Isha i ri në qytet dhe po përpiqesha të bëja një jetesë të ndershme. Më falni Felini imi mirë, çfarë jeni duke u përpjekur të bëni? Po janë kora të vështira, miku im. Mami im bën shumë punë. Unë doja të bëja ca para shtesë për të bler pak ushqim. Një mendim i mirë ky, dhe pa më thuaj pak si të quanin ty djalosh? Emri im është Beni, por të gjithë më quajnë Hey ti, ose ish mu sysh. Gëzohem që të njoh Beni. Ti mund të më quash mua, Krye Maçoku. A nuk duhet ke trompeta kur e them këtë gjë, ha? Duhet ke trompeta. Unë kam vetëm një violin. Na, mos, Beni, kam frikë se vetëm nëse ti dhe mamaja jote pëlqeni të hani dru dhe tela, të them që kjo violin nuk ka për ta shuar urin tuaj. Nuk do ta shuaj? Por mos u shqetëso, ti je me fat. A jam vërtet? Po, sepse ti sapo u njohe me mua. Sigurisht, nëse i vlen punës, duhet të kesh parasysh të marrësh një partner. Me fjalë të tjera, asnjëherë mos puno shumë nëse gjen një mjeran të shkret ta bëj punën për ty. Kjo ishte e mahnitshme, jemi të pasur. Synimet e mia financiare janë pak më lartë se kjo, por nuk ishte dhe aq keq. Në mos gabohem patëm edhe një top. Me qënë se edhe ti ishe pjesë e kësaj, të pakzoj Beni Topi. Mos te gjë Ben Topi, sepse jam i shëndosh dhe dukem si një top. Më pëlqen. Dhe tani të ndajmë parat në mënyrë të barabartë. Kjo është e jotja, dhe pas komisionit, taksës e agentit, licencës së violinës, për ty i dashur mbetet kjo. Ura, Rofsh, ti je një mik i vërtet. Merre, është e jotja tani. Bukur, faleminderit. Pra, tani që ne të dy jemi miq, dëshiroj që ti të vish për darkë nga mami. Ti je një Felini lezetshëm, por të them të drejtën, i vetmi mik që unë jam duke kërkuar është paraja. Nuk është se e ke fajin ti, është thjesht fakti që unë jam ambicios dhe ti nuk je. E kuptoj.
Sigurisht, dhe asgjë nga këto nuk është pengesë për ty dhe për mua, dhe le të shkojmë nga mamaja jote të ham një darkë së bashku. Ikim! Wow! Wow! Kush ju pas ka karikuar kështu juve? Më lësho, ne duhet të... Ju kapa ju dy hajdut të vegjël. Oficer, çfarë problemi keni? Këta dy hajdut sa po vodhën furrën e bukës. Po, kjo është e pamundur. Ta dy të rinj të jashtëzakonshëm kanë qenë duke më treguar mua dhe shokut tim rrugët e qytetit gjatë gjithë ditës. A nuk është kështu, Beni? Nuk e kam iden se çfarë po ndodh. Ata nuk ne janë ndarë për syve tanë asnjë moment. Në fakt sapo u jepja shpërblimin e tyre. Faleminderit, zotëri. E po, besoj se ishte gabimi im. Më falni, djema. Si është puna me ju të dy? E po, ne jemi të mitur. Jo, doja të thoja përse duhet të vidhni, kur ka kaq shumë të veçel që do t'ju au jepnin me njëherë. Tom Cesar, i zyrës së turizmit newyorkez. Taksa për të fotografuar Empire State është $5. E shihni? Por ne duhet të vjedhim gjëra që vidhen. Nëse nuk e bëjmë, do të na djegë jetimoren ku jetojmë. E kush kështu? Keqbërësi më i fort, më i egër edhe më i madh që ekziston. E quajnë Qen Keqi. Ja ku po vjen. Ju lutem zotëri, ne duhet të japim plaçkën Qen Keqit, për ndryshe... Ishte diçka për të varë, Frit. Ej, kush mendon ti se je? Pa dëgjoj këtu, miku im, nuk është nevoja të tregosh i ashpër me këto Zotri, a ndiheni mirë? Jeni keq me tërmend. Jemi shumë të lumtur që na u bashkove për darkë, kryema Çok. Pa prit vetëm pak. Çfarë the se bëje ti? E po pak nga të gjitha. Mami, kur të them unë 3. 1, 2... Ky koltuk, ai u përpoq dhe më kafshoi. Po, si jemi veç ne të uritur këtu? Më fal, kjo shtëpi është shumë e vjetëruar. Eja të ham pra. Po si, të lutem. Mezi po pres ta provoj gjellën tuaj të shishme. Wow, pas kemi lëkura portokalli. Dhe gjithashtu lëvosh gaveze. A na dalin për të ngrënë këto, mami? Vetëm më të mirën për mysafirët. Beni thot se jeni një zonjë zën me punë. Çfarë bëni saktësisht ju zonja B? Unë laj rroba, qep nga pak. Këndshme. Dekoroj kollare macesh, rregulloj taksimetra, kalibroj makinën me rreza X, shkruaj manuale përdorimi, redaktoj libra shkolle dhe bëj kukulla të vogla pengarze. Je shumë i lezetshëm. Po iki të marr pak ushqim tjetër. Beni, nëse ne të dy do të bëjmë biznes bashk, duhet të ndryshosh zakonet e tua. Ne jemi maçok me pretendime të mëdha. Ne? Mendova se s'më doje me vete. Të thash që unë nuk dua miq, por nuk përmenda asgjë rreth ortakve. Dhe ai jam unë? Pa dyshim. Dhe mendoj se kjo darkë është fillimi i një ortakërie të bukur.
Kam dëgjuar fjalë të mira për ty, oficeri Dibble. Zotri, mjaft dëgjuat ato thashe themet për... Prit, fjalë të mira. Po të jap një ngritje në detyrë. Faleminderit, zotri. Mezi pres t'i them gjyshës, do bëhet shumë krenare për mua. Do shta, një herë. Dëgjoj tani, do të patrullosh bllokjet përreth rrugës Oagis. Ja se si është puna. Ka patur disa raste të freskëta Machokësh nga trestar dhe mua më duhet një oficer i besueshëm. Por zotri, ajo zoni përket tani Zotit Big. Po me që qenë ka kështu puna, dërgoni oficerin Lopez! Kam dëgjuar fjalë të mira për ty, oficeri Lopez. Po të ngarkoj me rrugicën Oagis. Mos më falndero ende, sigurisht është nën kontrollin e Zotit Big. Po Dibble, në fund të fundit, sikur je i vetmi për këtë punë. Thuroj sukses! Je me të vërtet një gjeni, krye Machok. E di këtë? Po, sigurisht që e di, Beni, sigurisht që e di. Thjesht kam atë instiktin se të cilat dyer duhet të trokas dhe se ku do të ndodhet një rani i radhës që duhet ta zhvasim. Dërgesa juaj, jeni fituesi fatlumi një gote prej Ari. Wow, hyes veten se ç'është. Asgjë, adresë e gabuar. Lëreni fare. Pa prit pak aty, ju jeni ata Machokut mashtrues që më tha shefi. Mbathja do të thot vrapo! Pa jani këto! Një kup me akullore me lule shtrydhe. Beni? Çokolat. Ju të dy. Ç'më shikon ashtu? Paguaje burrin. Sigurisht. Më falni. Sa më pëlqen ky polic? Edhe mua, krye Machok. A vazhdojmë? Po çfarë? Shpëtuam për një fije aty. Gjepura, ai nuk na arrinte dot gjithsesi. Ne jemi skuadër e mirë. Zotrinj, zonja, sa mirë që ne u takuam ne. Thuaje 5 herë me shpejtësi atë. Machok Lomotitës, Machok Lomotitës, Machok. Mjaft, nxore fjalë nga goja. Kisha vënë re që një Machok i verdh si ty vinte vërdall dhe mashtronte në lagjen e Zotit Big. Tani, ti ke 3 mundësi. 1. Të ndalosh. 2. Mund të vazhdosh dhe t'i paguash Zotit Big një taks 99%. 3. Të ndalosh, por në këtë rast, sepse ti mbetesh pa frym. Jo, kjo taksa 99 që ndoshta ta negociojmë pak. E kuptova. Hej, krye Machok. A i ikën gjë ata? Le të presim edhe pak. Sa për siguri. Jo, ishte qetësuese. Ishte mirë këtu brenda në fakt. Gjithashtu mua më ngjan paksa me shtëpinë. Po tallesh më duket. Unë kurrë do ta quaja kazanin e plerave shtëpi. Dhe kush na qen nga ky Zoti Big që të gjithë po flasin? Është gangsteri më i rrezikshëm i qytetit. Me sa duket ai dhe banda e tij kryen atë vjedhjen javën e shkuar. Beni djaloshi im, sa po na ra në duar një projekt fringo i ri. Mami im s'më lë të bëj kështu gjërash nëse nuk jam i përgjegjshëm mjaftueshëm. Pata një mace njëherë, por në fund doli se isha unë.
E dija që ata hajdut do të na çonin drejt e tek diamantet. Dhe do t'u marrim dhe as ka për të quajtur vjedhje, sepse ato janë të vjedhura tashmë. Penny, a ke dëgjuar ndonjëherë për të shpejtin doktor Sylvester Garfield? Jo. As ata po ashtu. Po qoj diamantet në kasafort. Ju dje ma bëni darkën dhe është mirë të mos jetë pizza margarita përsëri. Të pa aftë, jebini duarve. Ah, po, ka që shumë margarita. Çfarë po bëni? Mos e prekni atë maçok. Kush je ti të më thuash se çfarë bëj me këtë maçok të pisë dhe të shëndosh? Unë quhem doktor Sylvester Garfield, ekspert në sëmundjet infektive, dhe ti je duke prekur një pacient me një virus lupobolovjavik vdekje prurës, ose i njohur ndryshe si gripi varmihës. Një tjetër viktime gjore varmihësit. Ai, më të shtiu në fytyr! Me të shtiu në fytyr! Sa keq që më vjen. Dhe kjo gjë të të ndodhi dhe ty për pak. Çfar? Ja, po vdes! Çfarë të bëj? Do të vdes! Mund të ketë një shans për ty, miku imi bëshëm, ja tek e kam. Teksa të hedh pikat për sy që do të shpëtojnë në ty, shiko në qiell, pasi qielli është presa jote e vetme. Bëje tani ose do ta ndreq unë. Mos harro, vete kërkove. Kjo është dhimbja më e madhe që kam ndjerë ndonjëherë. Kjo do të thotë që po funksionon apo jo? Po, por duhet që ta pish dhe pjesën tjetër. Ta pi pjesën e mbetur të pikave për sy. Jo i shton mundësit për të shpëtuar, dhe do të doja shumë ta shikoja se çfarë do të ndodhë. Na ma këtu. Urimet e mia, ju sa po shpëtua. Më shpëtua ti jetën, doktor. Sa ju detyrohem, do bëja gjithçka. As një gjë, shërbimi është paguar plotësisht. Ditë të mbarë, zotëri. S'po andaj do të syt, mendoj se rash në dashuri. Nuk do flet dot, nuk do të haj dot. Mendoj se këto nuk meritojnë as njeri tjetër përveç meje. Ej, kush e bëri në çantën time? Lëkura portokalli, lëvosh gaveze dhe një lule lakë e kalbur. Dikush do të ma paguaj shumë shtrenjtë. O, mezi po pres të hapen dyqanet, do të blej gjithçka, do të filloj ma të fenerin aty. A nuk mendon se duhet ta kufizojmë veten nga të blerit? Ndoshta të hapim një llogari investimi, të ruajmë për pensionin? Po, ke të drejtë. Nëse i mbaj të gjitha me vete, do t'i shpenzoj sa hapen mbyll syt. Por kujt ti besoj që t'i ruaj këto voglushe? E po, miku tënd Beni, sigurisht. Në rregull, besoj se e meritove. Dëgjoj këtu, Beni, kjo që do të them është shumë e rëndësishme. A je i sigurt që mund të besoj ty? Më duhet një po ose jo me një fjalë. Mos u shqetëso, krye maçok. Jam më i miri për të fshehur gjëra. E po, për sa kohë e pas këtë lehtë, po bëj pjesën më të vështirë, të rrezikshme dhe të rëndësishme. Sigurisht, krye maçok. Dhe cila do të ishte kjo? Rezervimet. The French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels.
A kiss on the hand Çfarë nate? Megjithatë, a je I sigurt që duhet të dilim kaq shpejt pas një vjedhjeje? Më thuaj. Juhet të fshihesh në vend të dukshëm. Një raund tjetër me qumësh martini dhe qerase veten me disa copa salmoni. are a girl's best friend. Dhe leti kthehemi çështjes së fshehjes. U vendosi ylli im ta fshehë thesarin e çmuar që I dhash. Ylli yt the? Ai jam. Me sa duket, sonte jeni një ndër klientët tanë më të mirë. Menaxheri donte t'ju takonte. Ta kesh prej meje, Beni. Duket sikur bota na I ka bërë gati gjërat siç duam neve. Pra, mendoni se mund të vini në klubin tim të natës e të paguani me një nga diamantet e mi? Beni, a e dije që zoti Big ishte pronari I këtij klubi? Po. Dhe përse nuk ma the këtë gjë mua? Se nuk pyete. Zoti Big, mund t'ju shpjegohem. Ky është thjesht një keq kuptim I vogël që Të pëlqen pamja ime, Maçok. Po talleni, të duhet veç një kirurgji plastike dhe një paruke. Mund të luash nëpër filma. Filma horror. Shiko, ti je biznesmen. Jam I sigurt që mund të negociojmë. Sigurisht që mundemi. Ej! Më pëlqejnë shumë rrëshqicet. Tani, do t'ju a shpjegoj me hollësi si do veprohet, por do më pëlqente t'ua tregoja vetë. Po, tregojua, shef. Më thuaj, qen I keq. Kush mi humbi diamantet prej këtyre dy zotëri? Ajo, po, zotëri, unë dua të jemi sinqert me ju. Ishte ai. A e kisha ti? Mendjen? Në fakt kisha diçka në sy, kështu që e humba shumicën. Ana e tregoni përsëri. E kuptuam plotësisht. Hedhja në një humner, kaq. Dhe zoti Big shumë keq. E po gëzohem që u sqaruam. Rrofshi djema. Ja po I bie shkurt. Banda ime merret me gjithë krimet në këtë qytet. Dhe kështu unë kam grumbulluar pasurinë nga e gjithë bota. Por asnjë prej tyre s'janë aq të rralla apo me vlerë sa ato diamante. Secili prej tyre vlen miliona. Kështu që mua më duhet të di veç një gjë. Ku është pjesa tjetër e diamanteve të mia? E po, kjo është pjesa kur lutesh dhe e bërtet. Në rregull, do të them se ku janë. Gabim, do të na çoni tek ato. Qeni keq do të vi me ju. Kështu që nëse ju do gënjeni, ai mund të grushtoj se cilin prej jush. Shpresoj të gënjeni. Tani ikni dhe më qeni diamantet! Krye Maçok, do të doja shumë që të më kishe pyetur më parë se kush ishte pronari. Edhe unë, Beni. Edhe unë. Pra, mos më rrini ashtu. Më jepni diamantët, Maçok. Po, diamantet. Jeni duke qëndruar mbi to. Beni, bëu I sjellshëm dhe ndihmoj zotrin të hiqni dyshemen dhe të nxirrni diamantet jashtë, teksa unë po ri dhe po qetësohem. Ti nxjerrim? Jo kaq shpejt. Unë do të jem ai që do të rri ulur. Dhe ti, nxirr diamantët. Rëmbe diamantet dhe t'ja mbathim! Sa për ato? Po pra, Beni, ku I ke fshehur diamantet tanë? A mund të quhet tavolina e kuzhinës një vend I fshet, krye Maçok? Çfarë? Nuk janë aty! E di! Çfarë? Janë zhdukur? Miliona $. Jo jeni të vdekur, më nxirrni jashtë tani! Na falësh, unë dhe ortaku im do të shkojmë pak jashtë. Vrapo! Në rregull, pra mbathja. Po vi. Çfarë? Jo, ktheuni këtu! Ju qenie të mjera! Vraponi po ja bathin! Do ta shikoni! Sa të dalë prej këtej dhe pastaj do ta shihni mirë se çfarë do t'ju bëj!
Zhdukur! Ato janë zhdukur! Të besova! Diçka kaq të rëndësishme! Të gjitha ëndrat e mia u zhdukën. Isha kaq pranë. Çfarë ndodhi, shef? Si shumë, o volove! Ma ndjehet prej këtej! Jo, prisni! Gjeni ata maqok! Jo, kërkoni për diamantët! Bëni diçka! Beni, ata jo vetëm që do të na vrasin, por do të jemi një kufo me varfër. Dhe unë do të jem atëherë. Që kemi zonja bë? Mos! Po përse po janë batin ashtu mobiljet tona? Jo, ma, po kërkojnë për... Janë kriminel spanjoll, janë pirat. E diti si janë ata, gjithmonë duke kërkuar e platë shkitur. Bukuri, mbase heqin qafe dhe atë koltukun e vjetër tonin. Por ajo do të donte mjaft ko. Ndoshta duhet i lëm të bëjmë punën e tyre. Në rregull, sonte është nata e bingos edhe kam disa para më tepër që dua t'i dyfishoj. Doni të vini? Jo, ju falenderoj, shkoni dhe kënaquni ju. Jo ti do të vish me mua. Përshëndetje, oficer. Dera ishte e hapur, kështu që u futëm brenda. Dera ishte e mbyllur. Sigurisht që ishte, pasi ram disa herë me lopat, por tani lëri gjepurat. Duhet të na mbrosh, oficer. Patëm një keq kuptim me zotin Big. Po, ai mendoi se ne të dy i kishim vjedhur diamantet dhe qelloi që ai kishte të drejtë. Po, ai e kuptoi mjaft qartë në fakt. Ju jeni ata që keni vjedhur zotin Big. Ashtu si që shohu, nuk quhet vjedhje kur tashmë janë vjedhur diamantet. Quhet riciklim. Qenka e madhe, shumë e madhe. Ju t'jema do të më ndihmoni të kap zotin Big. Dua të them, zotin Big. Shiko, jemi ne. Kush janë këta? Shpërblim $50,000 e 99 cent. Mos u shqetësoni. Oficeri Dibble do t'ju mbroj. Nëse ju ndodh ndonjë gjë, ai do të pushohet. Kështu që mos u tremni. Jam i sigurt që nuk do të keni asnjë problem. Mëngjes të gjithëve. Ta kapim! Unë jam një oficer me eksperiencë. Kjo është poshtëruese vërtet. Beni, mos më thuaj që i ke mbushur ato pelenat. Thjesht po përpiqem të luaj rolin. Të gjithë pasagjerët të hipin në tren. Ky është lajmërimi i fundit.
thjesht duhet të kaloj për te atyre rojeve sa po t'jeni në periferi. Gjyshe Dibulli do të kujdeset për ju. Mrekulli, unë vdes të kujdesen të tjerët për mua. As janë të lezetshëm. Ç'kemi, bukuroshe? Sa të lezetshëm këto bebe besoj, Sa e bukur kjo gjëja që mban në kokë. More bistrici! Pa shiko se çfarë i bëre. E trëmbe. Thjesht mund t'i kem dhënë shumë për të ngrënë. Mistreci vogël, tani më falni, por duhet t'i qoj të vegjlit e mi në atë tren. Zoj, na lejoni t'ju ndihmojmë ne. Faleminderit, sa djem të mbar, tani më duhet të iki. Kalofshi mirë, vogëlush. Prit, ti do të lësh fëmijët e tu që të ikin vetëm me tren? Janë mjaft të pjekur për moshën e tyre. Kështu që po i qoj herët për në kolegj. Miru pafshim. Nëse do të kisha një mama që të më kishte kaq shumë për zemër, unë mendoj se do të bëhesha president. Jo tani, Beni. Isha kaq afër. Mos jeni gjë ju gjyshja e oficer Dibullit? Jo, ju jeni shumë e re, ndoshta jeni motra e tij. Mos më fol mua ashtu. Jam këtu. Ju lutem, më quani gjyshja. Tani, sikur unë t'ju çoj juve djema në shtëpinë tuaj të re, duhet që t'i ikim. Ky vend i vjetër këtu është plot me batakçinj. Çfarë? Besoj se ju duhet jeni të uritur. Dhe ravioli me salcë dhe prosciutto, anash me qofte dhe mish rose me mustardë jeshile. Dhe diçka tjetër, si për shembull mund të shtojmë stika. Unë kam qef lule lakër. Jo, lule lakër. Dhe skallop me kërpudha dhe verë të bardhë dhe një biskot? Ja, gjysmë biskote. Jeni dy aty. Por... Skallafe me mua, krimbi vogël! Krimb? Sigurisht krimb. Do ta hash atë kur të kesh mbaruar të gjitha punët. Dhe as një sekond më parë, u kuptuam bashkë krimb! Tani, ndajeni atë biskot! Tani, ju do të bëni disa punë të vogla këtu në kopësht. Ama dëgjuat që thash krimba! Po dëgjohesh deri në Gjermani. Dhe për këtë, ne duhet të jemi teje të përgatitur. Dhe si thoni që ta bëjmë këtë? Shumë pushim dhe ushqim? Ja! E bëjmë me punë! Ja, kjo është lista me punët që ju do të bëni çdo ditë. E po, s'shën ka dhe aq keq. Nis janë i punës krimba! Nuk është një punë në fakt. Lëviz, lëviz, lëviz! I dedikova jetën shmangjes së punës.
sepse gjithmonë e dija që mund të përfundoja pikërisht kështu. Por shikoje kopshtin, a I duket I mrekullueshëm tani, shkëlqen si një diama... Le të rrim larg nga tema e diamanteve, është shumë e dhimbshme. E kapa, ne kemi një luan tani. Tru, ky është një maçok. I kemi folur më parë ndryshimet midis njërit dhe tjetrit, madje të tregova edhe figurat, kujtohet? Jo, sigurisht jam maçok, more. Ç'më shihni ju të gjashtë ashtu? Ki kujdes, Luan është shumë I nevrikosur. Mjaft, Luan, Po ai mjaft! maçok është. Pikërisht, tani ç'është gjithë kjo potere? Dhe ku shkuan ata tre të tjerët? Ju kërkoj ndjes, unë jam Çuçu dhe miqtë mi këtu janë Fancy dhe Truri. Po, unë jam Truri. Jemi klonat të cirkut vendas. Pra, I ishim dikur. Sigurisht. Me sa duket dikush I kishte thënë Luanit të priste jashtë kafazit të tij për një moment teksa ai po e pastronte atë. Vërtet? Kush? Oh, do të thuash mua? Po, ashtu bëra. Tru me qëra fjala. Po, si patru, dhe kush jeni ju? Për dijenin tuaj, unë jam një dëshmitar në mbrojtje. Dikush me rëndësi, mund të më quash krye maçok. Prap s'ka trumpeta. Ha pra. Po, dhe ai është Beni. Topi. Nejse. Po çfarë do të bëjmë tani? Klodi ishte vetmja punë që fituam. Pra, po kërkoni për një mundësi karriere, ma merr mendja, dhe rastësisht, unë kam vende të lira për ju në ndërmarrjen time. Para, femra, makina, çfarë do t'ju doja barta zemër? Do të thoja që s'është për të tërë, por nëse është diçka që ju përshtatet, mund ta mendoni. Jo, ne duam Luan. Mos ja var aty, vazhdo. E po, është një përzgjedhje e vështirë dhe hollësishme. Do të sprovoni dhe do të mësoni shijen e një jete luksoze. Çfarë duhet të bëjmë që të marrim pjesë? Më ndiqni mua, le ti hym punës. Përse nuk rri këtu dhe ta përfundosh këtë gardhin? Në rregull, të shohim se me çfarë çështjesh do të merreni ju. Prej meje përfitojnë jashtëzakonisht shumë. Më ngacmojnë, më vjedhin, më rrahin keqas. Aha, pra do të bësh me I fortë. Po. Atëherë ty të duhet Leck Fu. Leck Fu? Teknika e leckës. Artë marciale që I përparuar se dhe ninjat I kanë frikë ekspertët e saj. Edhe ninjat? Wow! Dhe ti, Tru, a më thua se çfarë halli ke? Njerëzit mendojnë se jam I pamend. Do doja t'isha më I zgjuar. Aha, e kuptoj. Sepse njerëzit mendojnë se jam I pamend. Në rregull. Do doja t'isha më I zgjuar. Më I zgjuar, e kuptova, të shohim tani. Ha, ja këtu. Lexo këtë dhe do të mësosh si të rregullosh një makineri të ndërlikuar. Do të jesh një shkencëtar raketash sa hap dhe mbyllësit. Shikoni këtu pra, me këtë kaçavidën e kthyer, zhvillosen kapset nga kanxha. E po, unë ndihem I zgjuar që tani. Dhe, çfarë problemi ke ti? Unë jam një maçok romantik, problemin e kam brenda. Dëshiroj shumë një partnere, por sa herë që u flas njushave, më lidhet gjua dhe unë bëhem I ngathët. As nuk mund të mjaulli dot. Mos u shqetëso, miku im romantik. Shikoje pak të. Zonjushat nuk I rezistojnë dot frëngjishtes, gjua e dashurisë. Dhe kjo ka për të bërë ty një Casanova. Je me faso doleg asha. Je me faso doleg kopyë table. La la, më thyve zemrën, more. Dhe teksa e mëson gjuhën, la xhamat. Po ç'lidhje ka me të mësuarit e frëngjishtes? Po më kthen fjalën mua, more krimp? Zotri, jo zotri. Je me ne peux pas que c'est un tactique de chef. Ja! 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 Inspektori I ëmbëlsirave, zonjë.
Na duhet të kontrollojmë ëmbëlsirat tuaja. Qershit, mollët, atë me limon atje, po. Mos kishe gjë distinktiv prej djathi? Zonjë, gjoba për pengimin e kontrollit shtetëror për ëmbëlsirat të shumë e lartë. Ju lutem, na lini të bëjmë punën tonë. Në rregull. Ja ku e keni. Po, jam unë, ma kalo tani atë, Zoti Big. Unë e shoh. Hej, krye Macok, na trego për jetën tënde në qytetin e madh. Puna është se, sigurisht, ka disa machok të këqinj atje, por unë gjithmonë ua kaloj atyre. Dhe kur je machoku më i fortë në botë, ti ke gjithmonë një kombinim të pamposhtur. Nga pamja me gjithatë nuk të jep përshtypjen e ndonjë të fortë. Po, pa muskuj. Unë përdora atë më kryesorin, trurin tim. Unë dua të jem machoku më i mirë, felini përmbajtur, por nëse vjen një moment që duhet të bëhem zoti krye machok dhëm shpat, unë mundem dhe prandaj më quajnë krye machoku. Dhe si që ju e shikoni, nuk ka asnjë, por asnjë që të më thotë se çfarë të bëj dhe nuk kam frikë nga askush. Hej, ç'kemi keqo? Është keqo, ja! E dini se çfarë? Ju djema vazhdoni punoni dhe ne do të dalim të marrim ndonjë akullore këtu te cepi dhe Ç'kemi, Macok? Nuk duhet ja dridhje Zotit Big, Macok. Oh, sigurisht! Ju duhet të jeni çunat e pament të Zotit Big. Krye Macoku flet gjithmonë se sa qenë i pament që jeni ju. Mos i dëgjoj, ata nuk e kam thënë kur këtë gjë. Po, na tha sa i pament jeni. Dhe ju duhet të jeni çunat e pamend të Zotit Big. Ju jeni padyshim qeni më i pamend në qytet. E she? Ky felin i vogël, tredharak, gënjeshtar ju ka mbushur me gjepura. Ai nuk është i fortë. Ai është një Macok mashtrues, një qoramon, një miron, një frikacak që çdo kush pati fatkeqësinë që ta njihte. Në rregull, tani ku e lam? Hiqini putrat tuaja të prista nga Macoku im! Prite këtë! Ha! Kape, këto! A nuk është e lezetshme kjo? Dilni! Shpejt! Vraponi! Andej! Mua s'më gjen gjë. A e dëgjove zonjën? E po, ishte kënaqësi që u takuam, por më duhet të vazhdoj, mirupafshim. Se kaq ishte? Kështu do të largohesh? Kaq papritur? Mos sik, ne kemi nevojë për ty. Kur të takuam ishim për të ardhur keq dhe na shiko tani. Jemi të ndjekur nga përbindçat më të rrezikshëm të qytetit. Të cilët duan të na vrasin. Si mund të falenderojmë? Hey, nuk është e tëra lajmi keq. Ju të tërë kaluat stërvitjen time. Vërtet? Sigurisht që ja dolët. Ju tani jeni pjesëtar të ndërmarrjes së bandës sime.
Dhe si pjesëtar të nderuar dhe të privilegjuar të bandës time, duhet të paguani taksën e antarësimit. Çfarë? Gjithsej $500 secili. Ne kemi $1.20 dhe një gjinkalë të ngordhur. O krye, mund ta mbash insektin. Vetëm të përzgjedhurit e kanë këtë distiktiv. Duhet ta nderoni, të jetoni për të dhe ajo më e rëndësishmja, të paguani çdo muaj për taksën vjetore të mirëmbajtjes. A e kuptuat? Asnjë distinktiv për mua? Ty nuk të duhet. Ti do të vish me mua Ben Topi. Ma jep dorën. Çfarë? Në rregull, pikërisht tani duhet të kërkojmë ndihmë. Ajo që më duhet është një telefon me pagesë. Shkëlqyeshëm. Penny djali, më jep $1 dhe 40 që ish partnerët tanë dhan, të lutem. Çfarë? Në rregull, pra, me sa duket duhet të ecim për tek miku im I vjetër, oficeri Dibble. Ai do të di se ç'të bëjmë. Çfarë? Oficer Dibble është miku yt? Por ai është një polic. Përse është ai dhe unë jo? Sepse një mik nuk do ta humbiste diçka që miku I tij I tha ta ruante. Të më falësh, le të shkojmë, në rregull. Gjithsesi, siç të thash më parë, unë punoj më mirë kur jam vetëm. Në rregull, krye maçok. Atëherë, po shkoj të shoh si është mami im. U mbush kupa nga ju, zonja Hendi. Kam për ta ndrequr qefin. Çfarë? Të më rihni mua? Ju nuk keni guximin ta bëni. Mami! Penny djali, djalim, vogëlushim I dashur, kam qenë shumë e merakosur për ty. Është e vërtet, nuk ka rreshtur se foluri për ty. Ja mirë, ma, të më falësh që nuk mund të thoja ku isha. Pasi ata rrugaqët e shkatëruan këtë vend, e po unë nuk mundesha që të riparoja më. Unë kur nuk do të kisha parat për të rregulluar këtë vend, nëse nuk do të kisha përdorur ato ruazat e shndritshme që le për të bërë një kollare macesh. Të më falësh, ma. Ruazat e shndritshme? Po, ato që le në çantën e lëkurës. Ti bëre një kollare macesh prej tyre? Për kë? Për atë zonjushën këngëtare, atë në klubin e natës. Ajo është vërtet ma gjepsëse, uajala! Për leta dushat në klubin drit yll? O zot, o zot, o zot! Krye maçoku nuk do të zemërohet më me mua. Faleminderit, ma! A bëni shpesh dush, oficer? Duhet ta provoni një herë ta lëpini veten. Është më e shëndetshme për lëkurën tuaj. Kështu që nga kjo, ti duhet ishe tek gjyshja. Por aty erdhën të këqinjt. Çfarë? A është mirë ajo? Sigurisht që është. Të shkretët ata. Po, ku është Beni? A I shkoj të shihte maman e ti. Çfarë? Jo, zoti Big ka vendosur çunat e tij të vëzhgojnë atë vend. Më duheni të dy për ta mundur zotin Big. O, zoti madh, nëse këtë e merr vesh shef Gishtoni do të më pushoj. Le të shkojmë. Kapelja në fillim. Zgjedhje e mirë. E po shikush na qën ka krye maçoku. A është Beni këtu? Më duket se shkoj në klubin Drityll. A do pak lule lakër të kalbur? Jo, faleminderit. Por ruaj format.
Oh, sa e pa mënd që jam, harrova ilaçin tim. Zonja Shat, ky është vërtet një sukses. Zonja Shat, ju lutem e jeni. Zonja Shat, kërkon një prezantuese, duhet të dalësh tani me një herë. Çfarë problemi ka? Zonja Shat, duhet vi me një herë, por nuk përgjigjet. Mos u shqetësoni, zotri, merre mu me këtë. Zoti Shat, ikni prej andej. Do ta shkelmoj derën për ta hapur në një mënyrë dramatike. Do të numëroj deri në 3. 1, Por, si vazhdo? Po, 2. Duhet të gjejmë Benin, në rregull? Beni është ai? Besoj. Oh, Ben djali. Të dua, je mrekullueshme. O, zoti ma! Forlet dushat është ullace. Ja, ai vodhi prej zotit Big dhe... O, forlere fare, thjesht shko kape. Eja kështu ti. U ktheva! I gjeta. I gjeta. Çfarë? Thash që i gjeta. Ngriu, po largohen. Hey, ai është Maçoku që zoti Big ofron një shpërblim të majm. Ata e quan Benin nga ajo derë atje. Mbrëmje e këndshme, zotrinj. Në rregull, vete kërkuat. Prit, ne duhet të shpëtojmë Benin. Taksi! Duhet fqihesh sa të qetësohet situata. Merr ca para, shko në Florida për në aeroport. Premtoj se do ta shpëtoj Benin. Zotëri, thash të thjesht biznes apo klasi i parë? Klasi i parë, besoj? Jo, prit. A keni ndonjë gjë më të shtrenjtë se klasi i parë? E po është klasi i platinit. Është si klasi i parë, veç se i vendos këmbët tek një pasagjeri klasit ekonomik. Do ta marr dhe gjithashtu harroje Floridën. Bëje San Tropez. Po, zotri. Klasi i platinit. A mund të ngrini atë, zotri? Jemi gati për ulje. Sigurisht. Je një mik i vërtet. Mere, është e jotja tani. Vëmendje ju lutem. Nuk do të ketë më nisje në këtë orë. Do të rikthehemi nesër. Faleminderit.
A mund të mos e bësh më këtë? O, thjesht mësohu edhe ti. Dibël, ne duhet të shpëtojmë Benin. Çfarë? Ne? Po, por nuk mund ta bëjmë të vetëm. Nuk do të jetë nevoja. Po ky ç'është këtu? Terminali qendror. Hey, po ju djema, çfarë doni këtu? E po, krye Maçok, me ata gangsterët që të qepen pas, menduam se mos doje ndihmën tonë. Gjyqja Dibël na tha që mund t'ishe këtu dhe na dha një çelës. Dhe unë doja të tregoja këtë kubin e akullit në formën e një lope. Oh, jo, dikush e ka vjedhur akullin tim dhe më është lakur xhepi. Ra, si thua, a jemi ende një band? Po, ne jemi. Prisim, mos ndoshta... Sigurisht që jo, thjesht janë sytë që pa më djersisin. Mirë shumë prekse, po si do ta shpëtojmë Benin? Jo, shumë e thjesht Dibëllimi, dashur. Mos të ndodhet gjë djath, më duhet të bëj një dinstiktiv. Jo, djath, kur? Do flasim me shef Gishtonin. Të thash Dibëll çfarë pasoja do të kishe nëse unë do të ndoj një atyre. Je i shkarkuar nga çështja e zotit Big. Hiq mësysh në mlaj makinën. Nuk dua të dëgjoj as një llaf më tepër. Lëre makinën, je i pushuar. A bën punë ky djathi? Pra, siç po ju thoja para këtij rikthimi të gjatë në kohë, pse duhet ju ndihmoj, ë? Dëgjoj pak vëlla. Po sikur të na nxjerrësh të gjithëve prej këtej dhe të na çosh të gjithëve tek zoti Big, ti merr shpërblimin dhe ne ja mbathim. Të dy përfitojmë. Prit pak, nga e dje këtë derën e fshehti? Unë dikur punoja për zotin Big, por tashmë jam një skllav i tij. Skllav i tij i picës. Pica. Ai gangster i lig më mori voglushën time. E doja Eleonorën, kaq shumë. S'është gjëja më e mirë në botë. Përveç kërcënimeve, vrasjeve e të tjerave, të kesh në dorë një picë të nxehtë. Margarita? Të thot! Ti më ke thyrë mua, dhe tani do të më japësh pica të nxehta çdo ditë. Pa Eleonorën, sepse ajo do të jetë aq e ftohtë sa Margarita ime! Eleonora ishte motori? Çmat çoki papari qënke? Po, dhe unë i detyrohem asaj. Do doja që zoti Big të kuptonte se si është të humbasësh diçka që e do me të vërtet. Jema, unë kam një plan. Por përsëri do përdorim diamantet për të shpëtuar Benin dhe ty miku im nga zoti Big. Ha pra, e pranon? E pranoj. Ju kam ndjekur vërdall që ju të bashkoni fuqit që të gjithë. Armiqtë e armiqve të mi janë miqtë e mi. Unë quhem Spuk, Spuku i Ferrit. U vendos pra Spuku i Ferrit? Tani, unë dua të heq qafe zotin Big një herë mirë. Nuk e di këtë. T'ja punosh zotit Big do t'jetë shumë e vështirë. Dhe kush e përmendi që do t'ja punonim zotit Big? O, shef! Erdhi djali i picës. Nuk kemi porositur aq shumë ushqim, nëse pret të paguaj për të tëra. Më beso, në këto kuti ka diçka shtesë që do t'ju pëlqejë shumë. A është picë me hudhër? Shiko. Është vetë se krye Maçoku i pamend. I ke qenë një pengesë për mua dhe planet e mia, Maçok, dhe ti do ta pagosh me jetën tënde. Më lejoni t'ju tregoj mënyra të tjera koleksionimi. Unë mund t'ju ofroj pikë. Mjaft!
Bla 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 bla. Tani, të bëjmë një marrëveshje. Ti merr Kryemachokun dhe unë Benin. Do t'ja ndrej qefin atij topthi. A do të më nxjerrësh që këtu? Një sekond. Duhet t'ja ndrej qefin atij topthi menjëherë. Një akmarrje personale, ha? Më pëlqen stilit. Lëviz tani, je i lirë. Jam i lirë. Ura! Prit, ku është Kleçka këtu? Ai me shumë mundësi do të vras. Në rregull. Dhe tani më dorëzo Kryemachokun. Ende jo, pasi unë dua edhe shpërblimin. Ja, këtë këtu. Ti do të dyja? I do të dyja! Veç një mund të marrësh. E po mirë atëherë, po marr Benin. Ura, jam i lirë. Eja. Edhe një gjë tjetër. Nëse ke gjetur Kryemachokun, ti ke gjetur dhe diamantet e mia, po ashtu. Mi jep mua. Tani! Ja të ke, shef. Diamantet e mia! E janë te babushi! Au, 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 au! Shkoni të shini se ç'do të bëj me të, dhe më pas, i qeni qafe, ërjetësi. Ja pra ky është Fancy, momenti yt i shumë pritur. Ndim! Duhet të më ndihmoni! Ndim! Dikush të më ndihmoj! Mua! Kryemachokun! Pse s'do të më ndihmoj njëri mua? Mua, Fancy! Dua të them, Kryemachokun! Të kapa! Hey, çfarë po ndodh këtu? Se nuk shikon punën tënde ti? Kryemachok është imi! Vetëm imi! Pa prisni një minut! Ai është ai djali! Ja, është pikërisht ai këtu! Dhe shpërblimi është $50,000. E dua unë atë shpërblim. Jo, e dua unë atë shpërblim. Ai e do shpërblimin. E po keq për ju, sepse unë e gjeta i pari atë. Ju lutem të gjithë qetësoni. Këtu nuk thot që veç njëri mund ta marrë shpërblimin. Teknikisht, secili prej jush mund të marrë $50,000 nëse më dorëzon mua. Prit një sekond. Ti sikur dëshiron vërtet të kapin. A ka njëri tjetër që mendon se un kam qejf të më kapin? Ashtu do. Kapeni! Dikush të më ndihmoj! Më ndihmoni ju lutem! Hey, çfarë do Kryemachoku këtu? Dim, po më ndjekin! Ta shpjegoj më vonë. Ecani! Hey, çfarë do i Machok këtu? Po fute më thellë në zonën e armikut! Unë dua gjak Kryemachoku! Të shpëtoj unë, Kryemachok! Jo, Beni, ktheu këtu! Hey, ktheuni këtu ju! Përshëndetje, doni një tavolin për 300 veta? E jani, këtej shkoj ai! Oh, hej, një kore pice. A ka mundësi të më jepni edhe pak parmigian? Është e shishme. Jo keq. Mjaft Machok se më lodhe! Të gjithë qëllojnë atë kuti dhe mos u kurseni! Tani kur të them unë 3, 1, hy! Të shpëtoj unë, Kryemachok! Beni! Çfarë po bëni? Ne kapëm Kryemachokun dhe secili prej nesh erdhi të marrë 50,000. Ju të paaft! Ai s'është Kryemachoku! Unë e kam tashmë Kryemachokun! Të mbyllur brenda kësaj kutie! Jam tepër i bukur për të vdekur! Tani gjuani mbi ato kuti menjëherë! Au! Kryemachok! Ej, ma harruat mua? Do njëri vërdal? A ka ndo një? Jo! Ku është Kryemachoku? Ju lutem kërkoj vëmendjen tuaj. Pra,
Ju të gjithë vendosët të ndiqni një karrierë me ndjekjet me pagesë. Zgjedhje e zgjuar, po përse të mjaftoheni vetëm me 50.000? Unë miqtë e mi të mirë mund t'ju ofroj diçka më të mirë. Wow, diçka më e mirë është gjithmonë më e mirë. Çfarë na ofron ti? Të gjithë ju, largoni nga vendi im dhe ma shporni ato maçok. Ju lutem, vazhdoni. Një mask varrimi tepër e çmuar nga varri drejte në shtëpinë tuaj, zotrinj. Është si të kesh një faraon egjiptian në shtëpinë tuaj. Por pa të kufomën që mban erë. Mua gjithmonë më ka pëlqyer të kem një maskë egjiptiane. Çfarë tjetër na ofron? Shufra floriri, secila me më shumë shkëlqim se sa tjetra. Nga ta diu që është flori i vërtet ky. Wow, me të vërtet, që nga flori 24 karat. Dhe ju menduat se $50.000 na qenë kanë shumë. Por, po si kur unë t'ju them $50.000 plus 1. Por, na thuaj, si mund t'i përfitojmë ne këto objekte kaq të çmuara? Dorëzoja një polici zotin Big, por veproni tani sepse kjo ofertë përfundon brenda 2 minutash. O jo, çfarë po bëni? Hiq mu në sysh! Çfarë prisni akoma? Hiqeni qafe bandën e krye maçoku! Ju bët një gabim të rëndë. Ma hande vyshin e në vel pokë. Frëngjisht, ishte ajo. Asnjëherë si kam rezistuar frëngjishtes. Je me demandais de gala et le femme de galon de Sophie. Oh la la. E di çfarë jetë tepër e bukur. Thuaj lam të mije. Riurt, qeni keq, qeni keq, qeni keq, qeni keq. Mbathja. Let's go fool. E dini, zoti Big, ndihem vërtet keq për ju. Keni para, keni pushtet dhe thesaret e patshmuara, por s'keni gjën e vetme të vërtet me vlerë. Miq të vërtet si këta. Duhet kisha menduar diçka më të mirë për të thënë. Ajo e miqësisë ishte e dobët. Prit e gjeta. Hey, zoti Big. Po, kjo ishte e mirë. Faleminderit që më shpëtove, krye maçok. Sigurisht, Beni, je pjesë e bandës time. Doja të thoja bandës son, dhe s'do të lëmë asnjëherë pas. E po, urdhëro, shpresoj që ti ta pranosh faljen time. Falja pranohet totalisht, miku im. E po, me që zoti Bigu o qafe, ne jemi të lirë, të bëjmë që të duam. Po çfarë duam ne? Ua them unë se çfarë? Të fillojmë një jetë të mrekullueshme në një vend të mrekullueshëm. Takohemi brenda një ore dhe ju shpjegoj gjithçka. Më duhet të bëj diçka si fillim. Çfarë? Dimbull, unë të pushova ty. Çfarë do këtu? Po ju të tjerët, çfarë kërkoni këtu? A mund të ma shpjegoj në kush që flet, çfarë po ndodh këtu? Shef, ne e kapëm bishën e keqit që po të merron gjithë qytetin. Vjerën time pas keni kapur ju? Jo, nuk po tallem.
Jo, ne kapëm Zotin Big. Unë e bukur, jemi përpjekur ta fusim brenda për shumë vjetë. Zoti Big, krimeve tuaja u erdhi fundi. Dhe Dibël, ti je sërish në detyrë. Faleminderit, shef. Ej, po përsa i përket shpërblimit? Shpërblimin? Çfarë shpërblimi? Dibël! E po ky është vendi rrezëllitës i përkryer për ty. Përse gjithë to mjaullitje dhe qaravitje, qamarok? Po mbyllin jetimoren, sepse nuk paguajmë dot qeran. Po, edhe mësuesja na tha që duhet të mbjellim një pemë, kështu që mund të kujtojmë diçka të bukur që ka ndodhur sot. Po, do ta kujtojmë pemën, sepse do të jetojmë poshtë saj. Prisni një sekond, qamarok. Nuk mund të mbillni pemë këtu. Unë në fakt jam në departamentin e tubacioneve të qytetit dhe po qëndroj mbi linjën kryesore të shpërndarjes. Oh, mos! Ne nuk do të kemi asnjë pemë për të jetuar nën të. Gjithçka do të shkojë mirë. Hey, fëmijë, pa shikoni. Unë po e mbaja hartën gabimisht mbrapsh. Nuk pas ka tuba këtu. Jepini, kërmoni sa t'ju doj zemra. Shiko! Diamant! Gjetëm diamante! Ura! Jemi të pasur! Shpëtuam! Vërtet bukur. Jetimorja u shpëtua! Ne kemi një shtëpi! Hej, Kryema Qok, jemi gati të fillojmë jetët tona të reja në vendin ton të ri luksoz. Sa për atë vendin e ri luksoz. Është këtu. Duket si në shtëpi. Ka një atmosferë të thjesht, Djema. Përse nuk ja u përmenda se sa i thjesht është si vend? E po unë kisha frikë se mos do t'jetonim në një vil, plak, më kupton? Është bukur të kesh miq, apo jo, Kryema Qok? Miq? Ju Djema? Ju nuk jeni miqtë e mi. Ju jeni familja ime. Kryema Qok, a je i sigurt? Pa tjetër që po, aq i sigurt sa emri im. Kryema Qok! Hej, më në fund! Trumpeta! Kryema Qok! The most effectual top cat. Whose intellectual close friends get to call him TC. Oh, kush e ka rarë? Kryema Qoku! The indisputable leader of the gang. He's the boss, he's the whip, he's the number one dude. He's the most tip-top top cat. Yes, he's the chief, he's the king, but a bothering thing. He's the most tip-top top cat. Yes, he's the chief, he's the king, but a bothering thing. He's the most tip-top top cat. Top cat.
She stole from Mr. Big. And whatever. Just go get it! Come back here, you! I'm back! I found him! I found him! What? I said I found them! Huh?